nuk mendojnë për qytetarë, po mendojnë për veten e për partinë e tyre. Pasojat janë të mëdhaja. Madje gjykata kushtetuese ka dhënë masat që qeveria në detyrë të mos merr vendime. Çdo vendim që merr është jo ligjor, pa drejtë dhe kontestohet. Kjo është të kemi pak një seriozitet në çet mënyrë, në çet aspekt. Jo të marrim deklarata politike mediale për interesat edhe japën deklarata hajtësa për me dhënë, për me zbukuru partinë apo për mbajtjen e vetë. Kjo është ajo. Mi kthyn shtet hajgare gati. Edhe është më me thonë që tha hajgare, në tojë, se nuk është mirë me thonë, por pas siguri është kjo, që nuk mujmë me besu dikuj në njënit, me besu që ty t'japë një votë, se besoj që mundesh me arrit atë premtimin tënë deri në fund. Kjo është jo serioze. Dhe njëra ndër pasojat kryesore do thotë që ka ardhur deri te kjo situatë, nuk po them se është 100% kjo, janë edhe zgjedhjet lokale. Pas zgjedhjeve nacionale do thotë kemi prit minë zgjedhjet lokale. Pastaj aty u mundu me çdo kusht me urujt vota. Zgjedhjet lokale, zvarritja pastaj si nga ona VV, si nga ona PDK-s do thotë nuk kanë pas kurfar interesi të bashkëpunimit për shkak të pritjes së zgjedhjeve lokale. Edhe kjo ka qenë do të thotë një arsye që këta kanë zvarrit, dhe në fund pastaj filluan ato natet e tyre, e matën e testuan forcën e tyre në zgjedhjet lokale, që besoj kam ju kushtu disa partive se s'kan më dal matematika se në zgjedhjet lokale, edhe po dëshirojnë zgjedhje të reja. Po sa do të jetë ky një mac i zgjedhjeve lokale me zgjedhjet nacionale, siç e tha kolega, natyrisht ka më pas dallime të mëdha. Po. Edhe një diçka të ceki që mos të harrojmë që në qoftë se shkojnë zgjedhje të reja, siç jetë që do të bëhen, që partia e cila do të ketë avantazh të dukshëm është vetëvendosja, kuptohet që nuk jam asnjë parti, kuptoj, po jap një mendim profesional, pasi që vetëvendosja dhe kreu i partisë që është ataku, ofendu, po me thonë nuk di në historitë të Kosovës mas luftës. Kurti është ataku? Shumë është prej analistëve, prej medjave, prej do portaleve që nuk dihet burimi të ardhmë e tyre, kush janë, tek janë. Ja. Analisit politika polarizuese. Nëse ka njëri që ka ofendu, ka shoh, edhe ka bo gjona do në thëtë që ndështë a jënë dukë, jo njërzore, janë pikrisht segment Albin Kurtit Baj, liderve tjerë politik. E to njës, besa edhe vetë Albinin, sot hena për arkiva, na për Google, e gjanë do në thëtë qëfar ofendime. Unë nuk ka mund me hasë diçka që mas luftë një kryeministër qatë shumë, që është ofendu, si të qohët mëngjes, mirë mëngjes, Albin Kurti, njëjtë u konë dhe Hashimi, njëjtë u konë dhe Isa, këtë e thësha atësën që është për keqarmja. Po, unë e deshta me thënë qëto, që në qëfë se gjithë një politikan, këtë rast, si Albin Kurti, gjithmonë ofendot, ajo është fituës i zgjedhjeve. Kuptohet se është ataku nga gjithë aspekte. Se si mund 51 që është fituës, 51 vote ka marrë, tu i falendru, jo se s'mani, se është një figurë. Vendime i ka po se nuk unë rita, i rate poshtë. Qysh? Rate poshtë, se vjusës s'manu të rhjek. Tani vetë ka pasët me forcët veta. Por, unë po të thamë, mendimi jem, do shte kam edhe gabim, po mendimi jem që vetë ndosë do t'jetë triumfuse. Sepse kur të është